Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues. Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë, siç ka qenë gjatë gjithë kohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkojnë që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë apo rezultatet të bëhen të qarta. Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 Tetorit në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, takon ambasadorin e BE-s në Shkup. Mihalis Rokas dhe garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agenda e reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftimin zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së ritmit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe formimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi i investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit. Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerisë turizmit nuk është sa do t'i paguajë punonjësit, por ku do t'i gjejë ata. Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot. Aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve. Pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punonjësin përkatës për të gjitha nivelet që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe një nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rrjeteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga selia blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë antarëve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegociueshëm që të bëhen në përputhje me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi i numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 Tetorit në Prishtinë, Kreshnik Radoniqi tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme. Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundon numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merr disa ditë, andaj unë do të thoja që diku rreth ka fundi i qershorit apo fillimi i korrikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.